Miqtë Radio Gjallë, jemi me Ataralam Gjokën, me klerikun e Kishës Ortodokse, ikonomin e madh të saj, me cilin vjojmë të flasim bisedat tona, tema të ndryshme që trajtojmë në këtë emision të veçantë, në këto biseda të veçanta. Në emisionin e kaluar ne folëm pikërisht për teknologjinë, zhvillimin e saj, ku po shkon teknologjia, ndërsa sot do dalim të flasim sërish në lidhje me këtë temë, por do dalim të flasim për inteligjencën artificiale. Ataralam, të falenderoj shumë. Dhe unë faleminderit patër. Kënaqësi që u kemi sërish edhe menduam që para se të shkojmë te një temë tjetër që trajtojmë, të mbetemi prapë tek teknologjia, por ndalim flasim pak për inteligjencën artificiale. Kaq shumë është folur e saj, kaq shumë ajo erdhi si papandehur në fakt. Nuk e kishim imagjinuar të paktën Ataralam para disa vitesh që do shfaqej. Ajo që ne na intereson në fakt është pikërisht a ka impakt kjo lloj forme e re komunikimi, inteligjenca artificiale në jetën shpirtërore të njeriut? Sigurisht është një arritje teknologjisë që duket vërtet si mrekulli, sepse asnjëri nuk e priste në fakt që mund të arrinte të flas njeriu me robotin, me kompjuterin, si barabart në një farë mënyre, duke kuptuar kompjuterin njeriun dhe duke kuptuar njeriu kompjuterin në nivel të ngjashme. Megjithatë, avash kjo gjë është një realitet. Ne përjetojmë, bile jo vetëm e përjetojmë, por shumica prej nesh e përdorim shumë gjëra. Është në një farë mënyre një arritje e madhe, sepse vetëm duke kuptuar që inteligjenca është brenda në botën që njohim, është një elementi më i lartë, më i avancuar që dim nga natyra që ekziston deri tani. Me të dhënat që kemi deri tani, arritja që njeriu të mund të prodhoj kompjuter që imiton inteligjencën në një mënyrë të pavarur, është vërtet një gjë që prek jetën tonë, sepse jeta e njeriut pikërisht është ndërtuar me inteligjencë që i fali Perëndia, sigurisht që i fali Perëndia, por kjo element është që bën njeriu të veçantë dhe në botë, në univers. E bën të veçantë fakti që nëpërmjet inteligjencës së tij, universi kupton veten e tij. Nuk ka mënyrë tjetër të kuptoj krijimi veten e tij veçse inteligjencën e njeriut. Nëpërmjet asaj shikon veten e tij, nëpërmjet asaj kupton veten e tij, nëpërmjet asaj interpreton veten e tij, nëpërmjet asaj rikrijon dhe riformon veten e saj universi. Flas tani pak nga ana filozofike, por që vërtet kemi arritur në kufit e filozofisë dhe të realitetit, aty ku bashkohen, se ajo i bashkon inteligjenca. Dhe këtu tani inteligjenca sigurisht që prek anën fetare, shumë, në shumë dimensione. Shumë dimensione që nuk arrin asnjë emision, as 2, as 3, as 4 volume të shkruash dhe të thuash dhe të përpiqesh të parashikosh ndikimin e kësaj gjë në jetën fetare. Ato që mund të supozojmë neve dhe me rezultatet që kemi deri tani është se fakti që jeta fetare lidhet sigurisht me një interpretim dhe nga momenti që interpretim bën dhe inteligjenca, këtu kemi një ndërthurje të rrezikshme. Sepse inteligjenca sigurisht që ndihmon, shumë fishon fuqinë mendore të njeriut, por
mund të jetë një element ku mendja e njeriu të mashtrohet pa dashje. Kanalizohet mendja e njeriu ose kufizohet në një rrugë ku përgjigja, rezultati të pëlqen, por nuk do ishte rezultati që do dilte i pastërt, i virgjër nga mendja dhe nga përpjekja jote. Kështu që mund të krijohet një lloj rrim ku mendimi njerëzor të futet në një cikël ku s'do mund të dalë më. Sepse inteligjenca, siç e dim, mënyra se si funksionon, që të flasëm dhe pak për këtë gjë, sigurisht që nuk arrin inteligjencën njerëzore akoma, por që të shkojë atë. Përpjekjet janë që të shkojë, jo vetëm të shkojë, por ndoshta edhe të i kaloj. Ndoshta mund të flasëm dhe për atë gjë një herë tjetër, por ajo të që duam të thoni, rreziku i parë që është në këtë edhe që ka lidhje edhe me fen, është se sigurisht kur e përdor thjesht për të marrë një informacion, një sqarim, të ndihmon. Por kur përdoret shpesh, tani kuptohet edhe nga studimet që janë bërë. Ashtu siç ishte edhe një herë ku Google, kur neve kërkonim që u shfaq Google dhe kërkesa më mbaroi të bëhej nëpërmjet librave, nëpërmjet pyetjeve. E gjeje të gatshme, bëje një edhe duhet të themi që edhe Google përdor algoritme të ngjashme me inteligjencën për të përgjigjur. Por tani si të themi marrëdhënia me kompjuterin bëhet një çik si lloj mashtrimi ku ti kujton ose ti zhgënjen veten që ti flet me dikë që të kupton. Në fakt, ai është një algoritëm. Nuk të kupton. Të jep tia përshtypjen se të kupton. Se ajo të përgjigjet duke parashikuar çdo gërm në krahasim me gjithë rrjeshtin e gërmave dhe të tokens quhen ato, të rrjeshtit që ka arritur deri atje. Në qoftë se ka 10 tokens, si i thon, ajo tokeni 11 parashikohet nga ato të 10-tat. Që kështu funksionon, domethënë. Sa më shumë tokens kanë nga mbrapa, kaq më e saktë është gjetja e asaj tjetrës. Prandaj dhe më shumë informacione, kur i jep më shumë informacione për një gjë, përgjigjja është dhe më e saktë që të jep ajo mbi atë gjë. Ideja kush është tani dhe të themi pak për rrezikshmërinë që ka në lidhje me fen. Sigurisht që kur përdoret për shembull për të gjetur vargje nga Bibla që ngjason një situate, ndihmon shumë, punon si konkordacja pak a shumë që dim ne, që kërkoje vetë idenë e lidhje një frazë gjeje vetë. Por tani ajo të gjën të ishte sikur kupton, sikur merr kuptimin e fjalës që kërkon ose situatës që kërkon dhe ajo të gjën gjëra të ngjashme shumë shpejt. Ky funksion është i mirë. Ky funksion ndihmon. Sigurisht që kur përpiqesh vetë pasuron më shumë njohuritë e tua, mundësitë e tua në atë, sigurisht që s'është mirë për veten tënde që ti duhet vetë të përpiqesh të rritësh atë aftësi. Kjo do jetë një problem shumë sidomos për arsimin ku jo vetëm nxënësit po dhe mësuesët sulen të përgatis. Bile janë disa që edhe për korrigjimet e teksteve përdorin GPT-n. Do me thënë, GPT-a prodhon, GPT-a korrigjon. Tekstet e saj. Dhe njeriu ri jashtë e shikon, mashtron njëri tjetrin gjoja. Sigurisht që të fillojnë të shfaqen fenomene që s'janë parë më. Fenomene që nuk mundemi t'i parashikojmë komplet. Do shta për shembull dhe forma klasike? Dhe forma klasike. Qofte dia, qofte shkrimet, qofte poezia, qofte krijimi njerëzor. Do atrofizohet truri i njeriut. Do atrofizohet. Ne dim shumë mirë
se ato tani përdoren edhe për të prodhuar imazhe të ndryshme, piktura. Këto të gjitha ushqen në fakt nga prodhimet e njeriu deri tani. Nga prodhimi i njeriu deri tani. Ka përmbledhur gjithçka, të themi, gjithë krijimtari njerëzore, edhe i ka pikërisht, e ka bërë sepse ajo ushqehet nga mendimi i njeriut që ka pas në për libra, siç i ka ashtu. Sigurisht që më vonë mundet ajo të ushqehet direkt nga informacionet dhe nga sensoret që merr informacione nga natyra direkt, pa ndërhyrjen e njeriut, pa interpretimin e njeriut. Ajo mund të jetë shumë e rrezikshme. Ajo mund të kuptoj botën pa ndërhyrjen e njeriut, që mirë, mos të arrim atje, por ideja është të kthehemi te feja. Ne e dim shumë mirë që Apostull Pavli thotë që besimi vjen nga dëgjimi. Dhe nëpërmjet dëgjimit mëkatoi njeriu, se dëgjoi gjarprin, ju fut zëri i gjarpit në vesh, shtrembëroi të vërtetën e Perëndis, u fut në zemër të njeriut, dhe nga zemra u prish jo vetëm shpirti i njeriut, po gjithë bota që i nënshtroi njeriut, sepse njeriu ishte ikona e Perëndis. U çrregullua gjithë struktura e krijimit. Dhe gjithë kjo erdhi nga dëgjimi. Dëgjimi përcjell kuptime. Dëgjimi dhe folja përcjell kuptime të ndryshme, të cilat truri njeriu i interpreton dhe ose pranon e merr atë gjë, e pranon e fut brenda, e bën bindje, ose e mohon dhe e nxjerr dhe e vjedh. Tani, inteligjenca ku futet këtu? Inteligjenca mund të interpretoj. Dhe mund të interpretoj në një mënyrë që është e gabuar në thelb, por jashtë duket e saktë. Dhe në një botë që truri njeriu do jetë atrofizuar, inteligjenca do marrë në dorën e saj atë që themi do jetë eksperti ekspertëve. Ajo që nuk do mund të kundërshtoj asnjëri. Shumica e njerëzve me mendje të atrofizuar do thonë që e tha ajo. E kupton ku mund të vej situata sa rrezikshme është për fen kjo gjë, për besimin. Deri tani neve që të vërtetojmë një gjë në qoftë se është e saktë, dhe gjithë ne dim gjitha herezit që ke pas në historinë e kishës, kanë qenë pikërisht interpretime të gabuara të situatave të ndryshme ose të kuptimeve hinore të besimit. Interpretime të gabuara. Tani, deri atëre mblidheshin sinodet e shenjta, thoshin që në emër të shpirtit të shenjtë që ndodhet këtu ne flasim tani. Shpirti i shenjtë frymëzon, dhe kjo që themi të gjithë bashkë këtu, jo njëri, dhe nëpërmjet njërit mund të ashtu, po prap do ta vërtetojnë gjithë bashkë episkopët në sinod dhe do thonë që kjo gjë është kështu. Kështu na e zbuloi shpirti i shenjtë. Tani, kur në një botë që inteligjenca do bëhet eksperti i ekspertëve, super eksperti, ku sugjerimi i saj do konsiderohet ligj, do marr fuqinë e ligjit. Sa e rrezikshme është për besimin kjo, mundet se cili ta mendoj. Nuk bëhet fjalë tani që mundet dikush të ndërhidhet ta ushqej me gjëra që do ai për të kanalizuar historinë. Atë nuk e vën fare. Le të supozojmë që janë të gjërat të thjeshta, të pastërta dhe nuk fusin atje, që është e sigurt që do e fusin dhe atje dorën.
që të kanalizohet të eci bota dhe të ndikoj mendimin njerëzor atje ku duan të çojnë. Se tani liria njeriu të lidhet shumë me inteligjencën. Me inteligjencën e tij dhe të tjerëve. Gjitha përplasjet që ka bota, gjitha luftrat që ka, ngritjet, gjitha kanë lidhen me inteligjencën. Interpretimin e së vërtetës siç e mendon secili. Në qoftë se futet një ekspert ku nuk lejohet t'i kundërshtosh, dhe këtë pushtet nuk ja jep qeveria, do ja jap shumica e njerëzve, ku me ata çdo ditë marrën përgjigje nga ajo gjë për jetën e tyre. Marrën përgjigje të ndryshme për problemet e tyre. Dhe bile dhe shëndetësore, dhe psikologjike. Shumë njerëz do jenë ndihmuar nga ajo gjë. Ajo do fitoj një lloj konsiderimi, një lloj do avancohet në mendjen dhe në shpirtin e njerëzve si gjëja që nuk i kundërshton dot. Edhe në fakt, në qoftë se vërtet arrin ta kaloj dhe limitin njerëzor, në fakt do ketë kaluar limitin e mundësisë që kemi ne ta mashtrojnë. Ajo do na mund të na mashtrojnë, po ne s'do mundemi ta mashtrojmë ata. Kështu, me inteligjencën, inteligjenca është më e rrezikshme edhe nga zjarri, dhe nga tërmeti, dhe nga kometi. Po, si mund të ruhen? Si mund të ruhet e faksimon, po themi besim, edhe nëse vinë, po nëse ndodhin, në fakt. Janë gjëra, kish një besim personal, që besoj unë, si besoj unë personal. Se këtu vërtet nuk mund të parashikojnë shumë gjëra. Nuk dim, si do, sepse do jetë një luftë derisa të formohet situata dhe të rritë, akoma jemi në atë zhurmën e që asgjë s'ka ndënjë në vend. Derisa të vi të ulet në vend, të përplaset inteligjenca njerëzore me inteligjencë artificiale dhe t'i tregoj vendin njëra tjetrës, nuk e din që se do arrihet kjo gjë. Nuk e din që se do arrihet, sepse elementi ligësisë i të keqes që ka dinakrisë që ka njeriu brenda, ajo gjë mund të disbalancojë çdo situatë. Por ajo që besoj unë është se njeriu ekzistojnë fuqi në botë që nuk janë në dorë të njeriut, po u lëshuan. Fakti, siç e tham, që Zoti na kufizoi, nuk është se donte të na dënonte, është sepse ne kemi tendencën të vrasëm veten duke përdorur fuqi madhore, të eliminojmë veten. Ne kemi bërë bomba bërthamore këtë moment që kanë fuqin të thërmojnë botën, mos të ngelet nga toka, as edhe një gjë. Mos të dihet që këtu ka kaluar një civilizim, kaq fuqi ka krijuar njeriu. Dhe lozën sikur janë lojra këto gjëra. Dhe nxjerrin deklarata të papërgjegjshme, gjoja kombe dhe gjoja inteligjent, që janë as kalamajt nuk i bëjnë këto gjëra. Përdorin, domethënë, që të fitojnë pushtetin e tyre, ideologjinë e tyre, përdorin këto gjëra të mëdha. Inteligjenca është më e rrezikshme. Inteligjenca artificiale është më e rrezikshme edhe nga kjo. Nga momenti që u hap ajo derë, sa do sugjerime që të thomi ne, dhe të gjithë filozofët e botës të dalën, dhe gjithë politikanët e botës të dalën, dhe të ngelen dakord, nuk mund ta mbledhen më. Është e pamundur. Doli në publik, baroi. Ne dim që ato ekzistojnë dhe në open source. Sepse rreziku është që në qoftë se ata kujtojnë tani se nga që janë në servera të përbledhura, e din shumë, e kontrollojnë mënyrën se si përdoret nga njerëzit. S'bëhet fjalë që janë shtuar këto sulmet kibernetike.
mendimin e inteligjencës, edhe një fëmijë mund të bëjë një virus. Po kjo është gjë më e vogël. Në qoftë se ti e krijon me ChatGPT për shembull një virus, OpenAI që ka modelin, ka dhe serverin ku ecën modeli, e di shumë mirë pjetin që ke bërë dhe rezultatin që ka dhenë. Dhe mund të piketoj dhe thot filan e ka bërë këtë, e gjen direkt. Por në qoftë se ti këtë e përdor open source, e përdor në kompjuterin tënd që s'ke fare internet, asnjëri s'di çfarë bën në shtëpinë tënde, mund të ndërtosh një bombë. Mund të bësh një plan të plot për të bërë një dëm të madh në shoqëri me një open source model. Kush mund të ndaloj? S'ka fuqi të ndaloj. Kështu që çdo gjë që krijohet, kudo që fut dorën njeriu, sjell veten e tij në fakt në dilema që nuk mund t'i zgjidhë ai, siç kemi thënë dhe herë të tjera. Për shembull, aborti është një mundësi. Tani që është mundësi, ti do zgjedhësh kush do vdesë dhe kush do jetoj? Po kjo s'ishte e njeriut, kjo është e Perëndis. Pra, ti çfarë bën tani? Merr një përgjegjësi, një përgjegjësi që nuk mund ta suportosh. Shkatron balancën. Për shumë gjëra të tjera që teknologjia na ka dhënë mundësi. Një çift nuk mund të lind, ti jep mundësi të lind. Dëgjohet bukur, e bukur kjo. Ti dëgjohet e bukur. Por që të lindi një fëmijë, duhet të vriten shumë. Kjo nuk lejohet. Që të lind një fëmijë tani duhet i themi këto. Që të lind një fëmijë duhet të vrasësh shumë fëmijë. Lejohet kjo? Edhe në qoftë se e bën Zoti, që përgjegjësinë e ka ai, ti a kush ta ka dhënë përgjegjësinë ta bësh? Pra e fut vetë në dilema të Pra kjo termi papu që prishin balancat është shumë e rëndësishme, të kuptohet. Shumë e rëndësishme. Balancat që ruajnë, po themi ruajnë vimësinë, vazhdimsinë. Pikërisht dhe këtu futet çështja e besimit më. Po. Në qoftë se njeriu beson se nuk ekziston Perëndia, po, i lejohet të përdorë çdo mjet të kontrollojë jetën e tij, të bëhet vetë Perëndi. Po kur, sidomos dhe këtu është dilema dhe për ne besimtarë, nëse ti beson që ekziston Perëndia, sigurisht që 1% të jetës do ja besosh Perëndis. Nuk mundesh 100% ta marrësh në dorën tënde, nuk bëhet. Sepse njeriu është një qenie e krijuar e varur. E varur, e kufizuar. Dhe duhet ta pranojmë. Tani neve do i lëm jetën, ekzistencën, shoqërinë tonë, do e lëm në dorë në një inteligjencë. Sigurisht që ekziston Zoti i lartë. Nuk dim ku do vej kjo gjë. Sigurisht që ka inteligjenca që e urejnë njeriun, siç është inteligjenca e demonëve, inteligjenca e djallë që ekzistojnë, bile ndërthuren me inteligjencën dhe mendimin tonë dhe na ndikojnë në jetën tonë, por shiko, ato janë në një mënyrë, si të themi, të kufizuara, sepse ne kura jemi afër Perëndis, dhe efekti i tyre në jetën tonë është pak. Ndërsa inteligjenca artificiale do futet në çdo aspekt të jetës tyre, je me Perëndin. Dhe do ndikojë marrëdhënie me Perëndin. Do lindin shumë breza njerëz që nuk do e konceptojnë dot çdo të thotë jetë pa inteligjencë artificiale. Nuk bëhet fjalë pastaj se së shpejti do dalë robot. Robot që do sillen si njeriu. Kjo nuk është më, si të themi, ato filmat si quhen film fantazia shkencore. Kjo është një realitet, po vjen afër. Po. Njeriu nuk do flas, nuk do dialogohet me njeriu. Do shta kjo më shumë papu më. Ajo që unë mendoj është që
këto po zvendësojnë komunikimin, me qenë se njeriu është një qenie komunikueshme për së vërtetës. Këto ndoshta po na e heqin këtë sepse komunikimi tani po bëhet virtual. Pra edhe shumë njerëz kam dëgjuar tani, paktën kur po lexoja edhe sot për temën që do flisim, kur kërkoja në fakt edhe në Google dhe shikoja që shumë njerëz tashmë komunikojnë vetëm me ChatGPT për shembull, GPT. Ose me inteligjencë artificiale. Dhe janë izoluar në vetvete, janë mbyllur në për dhomat e tyre dhe nuk komunikojnë me asnjë lloj tjetër njeriu. Pikërisht i ligu, siç thoshin të parët, ujku që të haj delen e veçon nga baktia, nga tufa. Dhe i ligu, inteligjenca pikërisht mund të jap një të tillë drejtim, izolimi i njerëzve dhe eliminimi i tyre, sepse shpirti i shenjtë për cilët, siç thamë nëpërmjet dëgjimit, por dëgjimit kujt? Dëgjimit njeriu me njeri. Kur neve flasim me një njeri, nuk i përcjellin vetëm fjalë, i përcjellin me eksperiencë. Dhe kjo eksperienca ka lidhje me jetën e atij që flet. Jemi të sigurt që nuk përcillet vetëm ajër, përcillet frima. Prandaj dhe Krishti dhe Zoti Krisht tha, do ketë rezultate predikimi kur ti bën vepër atë që thua. Sepse kur bën vepër atë që thua, përcjell shpirtin e shenjtë. Nuk është ofendim për shpirtin e shenjtë të kaloj nga tia që e ke eksperiencë tek ai. Nëse ti thua një gjë që nuk e ke përjetuar, nuk përçon. Nuk përçon të vërtetë, se s'është e vërtetë, nuk përcillet shpirti i shenjtë. Dhe kjo si do vi nëpërmjet inteligjencë artificiale frymëzimi? Nuk mundet të vi, se nuk them që është dhe ofendim, do me thënë ta presësh një gjë të tillë, por ta them dhe një gjë tjetër që ta kuptojmë. Vetë Zoti Krisht gjatë 3 viteve të misionit të tij nuk përdori shkrimin. Shkrimi është shpikje. Vetë ai nuk e përdori. Apostujt i la ta përdorin. I sugjeron dhe ta përdorin. Se kur e përdor njeriu, justifikohet nga dobësia që ka. Bulon dobësinë që ka njeriu. Dhe ne kemi ungjillin, që është një shpikje njerëzore, ku atje edhe fletët, edhe shkronjat, të gjitha është një shpikje teknologjike, me të cilën nëpërmjet cilës ne mposhtim dhe mundim faktorin e kohës, që është kundër nesh, na lufton që të harojnë. Nëpërmjet ungjillit përcillet shpirti i shenjtë. Përcillet nëpërmjet kuptimin e asaj që shkruajti apostulli atëherë kur e shkruajti. Prandaj dhe kur bëhet kopje një ungjill, është sikur shkruan prap ungjillori dhe përcjell eksperiencën e tij. Në inteligjencë artificiale nuk ndodh kjo. Inteligjenca është bën sintetizim të një kuptimi që ka ushqyer neuronet e saj, por mënyra se si e bën është e veçantë, siç ajo nuk është siç e ka përcjell ai që bën një gjë të re. Nëpërmjet saj nuk është si ofendim për shpirtin e shenjtë. Sepse Zoti neve na krijoi dhe na do bashkëpunëtor, nuk do bashkëpunëtor robotin. Në atë nivel, se ne ngjashmëria e njeriut me Perëndin është pikërisht shumica e dhuratave që ngjajmë me Zotin janë nëpërmjet inteligjencës, edhe të shpirtit,
që është tjetër inteligjencë, por sidomos të trurit të njeriut. Në qoftë se ne përdorim në një farë mënyre inteligjencë artificiale, të zvendçoj njeriun dhe t'i themi shpirtit shenjtë përdor inteligjencën për cilësinë është blasfemi. Prandaj, dhe mënyra si e përdorim, edhe ne që jemi klerik, do kujdes. Në qoftë se përdoret si ndihmës për të përshpejtuar dhe për të shumuar fuqinë tënde mendore, dakord. Jo si burim urtësie që do drejtoj njerëz, se është ofendim, është blasfemi. Njeriu është shenjtë, njeriu është ikon e Perëndis, dhe ti vë një send, është i ul vlerën ikonës Perëndis. E si kur thua Perëndia, ajo që bëri Perëndia ka dështuar. Ajo që bëri njeriu është më aftë nga ajo që bëri Perëndia për të drejtuar njeriun. Dhe Zoti Krisht përdorte gjithmonë mund ta bënte misionin e tij vet pa ndihmën e asnjërit. Zoti Krisht zgjodhi që të ketë bashkëpunëtor, që të krijohet një rjet njerëzor, dhe ky rjet quhet kish. Atje brenda qarkullon Shpirti i Shenjtë, jep tek ata që s'kan atë që mungon, jep dhe këta që kanë ato që mungojnë. Dhe bëhet një mozaik i plot. Kështu funksionon Trinia e Shenjtë, kështu funksionon Shpirti i Shenjtë. Ku futet inteligjenca këtu? Nuk mund ta vësh të zvendçoj njeriu. Është blasfemi, blasfemia më e madhe. Dhe për ta përmbyllur edhe pa këtë që tham, disa mendime, disa këshilla në fakt. Si mund t'i këshillojmë edhe njerëzit që besojnë, por jo vetëm ata që na ndjekin, që dëgjojnë, që duan të dëgjojnë zërin e kishës. Është një element që ekziston, një element që përdoret, është në fuqi, nuk e kemi në dorë ne ta ndalojmë, nëse e kishim në dorë do ta ndalonim. Dhe shumë gjëra tjera do t'i ndalojmë nëse e kishim në dorë ne. Nuk është por ajo që mund të bëjmë është t'i përdorim në mënyrë të shëndosh, jo për të zvendçuar njeriu, për të shumuar dhe shumë fishuar krijimtarinë e njeriut, si ndihmës të njeriut dhe jo të zvendçojë njeriu. Pse duhet ta bëjmë këtë tani? Këtë duhet ta bëjmë tani sepse e keqja është ajo që gjithmonë e përdor teknologjinë për të shumë fishuar fuqinë e saj. Dhe këtu është një betejë që është e gjallë, është tani realitet. Dhe ne që jemi klerik, po dhe besimtarët, duhet ta përdorim në mënyrë të shëndetshme dhe të hijshme për të shumë fishuar të mirën, për të mbushur internetin, siç thamë në radhën e kaluar, dhe shoqërinë me fjalën e Perëndis. Fjala e Perëndis është ajo që shkruan nga apostujt, nga ajo që predikohet nga etrit, neve ato, përmjet edhe mendimin e inteligjencës, mund t'i nxjerrim në pah. Kjo është lufta. Mos të ketë nënt të këqija dhe një të mirë të fshehur, por nëse mundim të kemi nënt të mira, dhe të troqosim dhe të mbitim të keqen atje, mund t'i përdorim. Dhe atë urtësi, edhe prandaj kanë filluar të bëhen dhe konferenca, ku trajnohen, ku flasin dhe teolog, flasin dhe etër të ndryshëm, që thonë mënyrën dhe të marrë dhe mendimi i kishës të marrë një drejtim, sepse këto janë fenomene të papara në historinë e njerëzimit. As ishin parashikuar që mund të përballesh me tilla gjëra, me tilla realitete. Kështu që besoj që kishës i ka dhënë Zoti urtësinë, fuqinë, që dhe këtë gjë, dhe këtë fenomen, dhe këtë gjë ta mposht, ta përdor për të mirën e njeriut, të tregoj rrugën njerëzimit për atje që duhet që të dalë gjë në gjën hinore dhe gjën e mirë. Allah më falenderoj shumë, ishte kënaqësi dhe zhvillimi i kësaj teme shumë të rëndësishme, besoj.
Ministra të gjallë ishim me Ataralam Gjokën, me klerikun e Kishës Son, ekonomin e madh të Kishës Son, me cilin folëm pikërisht për temën e inteligjencës artificiale. Në emisionet të tjera do të kemi të tjera tema që do të zhvillojmë me Ataralamin në dobit gjithë juve që na ndiqni në radion tonë gjallë.